pse nuk pranoja në mënyrë luajale që para 3 muajve çdo qeverisje, qofte PD-s, qofte PS-s, qofte çdo forcë politike, të kalonte në pasivitet dhe të zëvendësohesh nga një qeveri teknike zgjedhore që të merresh me procesin zgjedhor që ai Po pra, po dhe ju hoqë dorë nga kërkesa për qeveri teknike atë. Ne bën protesta pafund, ne paralajmëruam katastrofën e zgjedhjeve. Dhe Rama se doni fakte, a fali gjoba 3 ditë para, a lejohet? Po e vërtet. A shpërndau bonus po, e ka kallëzuar në SPAK një kandidatë juaj, a Ulon Kalaja. Nuk mjafton kjo, po nuk mjafton. Ju doni të vërteta. Jo dakord pra. Se domethënë po u kallëzuan SPAK dhe përfundoi fakti. 4 muaj para zgjedhjeve nuk lejohet. Jo, vdiq fakti. Po pse e bëri? Do flas drejtësia them. E ka bërë këtë në zgjedhje tjera, po më e ka bërë dilte dhe në 2023-shin të njëjtën gjë bëri. Madje thoshe që nëse fiton një djaz do jap investimi. Hyri gjëm këmbë atij, jo. E bëri këtë në 2023-shin, e bëri. I hyri gjëm në këmbë po SPAK-u ku ishte. A është aty ku është sot? A e mori një herë domethënë pyetje për gjëra që ai bëri për gjatë 2023-shit dhe 2021-shit jo fare. Kur i dini të gjitha këto ju pse do tutet? Po fal, po pse hyt në zgjedhje? Kur i dim këto jashtë sistemit ne s'dalim, tha jemi parti demokratike, sigurisht brenda sistemit do vazhdosh luftën, prandaj jemi në luftë akoma, se jemi brenda sistemit. Çfarë keni dërguar në SBA? Nuk e drejtën të gjitha faktet që dëshmojnë pikërisht asgjësimin e proceseve zgjedhore dhe asgjësimin e votës. Dhe ju pretendoni zgjedhje të reja? Jo vetëm SBA, i ka OSBE Odiri, a doli raporti paraprak. A doli dhe raportet pak a shumë njësoj kanë qenë. Po njësoj, kjo do të nuk është bërë që janë certifikuar. Ai shkrimi, po pra ai shkrimi se boll, domethënë se na shpifën, domethënë edhe me raporte që një raport se ju i referoni vërtet të raportit paraprak të OSBE Odirit, po ju e dini shumë mirë që raport final që thoshte më përpara Partia dhe Shteti janë bën një në Shqipëri, domethënë ka marrë fund demokracia, e kupton. Zgjedhje me konkurrencë i quan OSBE Odiri. Pse nuk ndërhyn OSBE Odiri? Janë çështjet e tyre, nuk hyn, jam diplomat, kam thënë dhe un jam politikan dhe un transmetoj këtë të vërtetën e madhe. Tani ju keni shpresë nga SBA realisht? Po, ambasada ka reaguar me... Duat të transmetoj episod që e kam përjetuar vetë, që është tragjiko-komik, domethënë. Në 2021-shin Pallatin e Sportit, Tomor Sinani, në Elbasan, bësh numërimi i votave, lajmërohen gjithë, domethënë të gjithë ishin sulur te kutitë e numërimit, kishte element të armatosur brenda, mirë ishte situata, numëroheshin për qef vota, dhe lajmërohen gjithë që do vi ambasadorja dhe jurikim atëherë. Edhe vjen policia, i qetëson gjithë, i ul në ulset, gjithë qetësi, hyn ambasadorja, 10 minuta para bëhet gjithçka rregullohet, situata, vjen edhe jep deklaratën e famshme që procesi zgjedhor ishte kryevepër. Më i bukur se ky edhe vetë Amerika nuk i kishte prodhuar. Dhe aleluja, uru dhe fitusi. Kjo gjë tani ta themi ne se çfarë din amerikanët dhe si do reagojnë, për mua është e tepërt. Unë po them është një moment që unë nisem nga e vërteta. Nuk nisem nga pjesa e emocionit pra që ju deshet... Pra s'ka prapasken, po thoni? S'ka prapaskena. Ne kemi faktet ndaj fakteve duhet reagim. Ne dim shumë mirë çka do thotë stabilokraci, çfarë prevalon në një moment caktuar gjeopolitik përtej një kërkese për demokraci, për votë dhe zgjedhje. Por ne duam të gjejmë pikërisht atë të vërtetën që unë artikulova që në fillim, që kjo votë është asgjësuar. Dhe nëse kjo votë heshtet si asgjësim dhe tani, atëherë pasojë e saj do jetë akoma më madhe dhe madje është krejtësisht e apo jo pritshmëri nga SBA në raport me këtë? Pritshmëritë kryesore i kemi tek mënyra si do qëndrojmë përballë kësaj situate që nuk është e lehtë, sepse thënë ka sulme nga gjitha krahat, edhe nga pyetjet e sinqerta dhe nga pyetjet e spinuara. Domethënë çfarë bëni ju brenda, pse hiqni Sali Berishën, gjëra bla 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 kot. Domethënë që ndërkohë që e thon shumë pra se janë shumë është ajo fashoja që thashun që janë shqiptar apo opinionist. Unë e bëj diferencën janë shqiptar apo opinionist. Po ju e vuani në fund se humbisni më. Sepse kjo është e spinuar mos, e spinuar ka qenë dhe periudha 4 vjeçare, 90% e mediave janë të kontrolluara këtu edhe ju e dini dhe ne e dim. Të paktën ju si televizion web e dini shumë mirë, domethënë dhe keni shfaqur këtë shqetësim bashkë me ne atë intuitën për fjalën e lirë, dëshirën për fjalën e lirë që përpiqeni edhe ta mbroni me të gjitha format dhe mënyrat. Dhe kjo është një e vërtet. Kemi ne pritshmëri, po sigurisht nuk kemi, edhe nga Europa kemi pritshmëri, nga të gjithë faktorët. Po Europa zbarkoi këtu. E di pse kemi pritshmërinë, sepse ne duam që të fitojë e vërteta. Ne kemi pritshmëri se ajo Europa ishte ëndër rajon pikërisht për shkak të votës dhe demokracisë, nuk ishte për shkak lobimeve, për shkak të pompoziteteve, fanfarave
me ngjyra dhe pa ngjyra. Ajo ishte edhe ju keni lobuar. Edhe një herë. Tani $6 milion në shumë. Lobimet duhet keni pritshmëri. Edhe një herë tjetër. Të themi të drejtën. Lobimet që janë brenda të realizueshme, brenda një ligji të caktuar të Shteteve të Bashkuara apo një shteti tjetër, janë lobime për të drejtuar fushatën zgjedhore, mos u gabo. Jo, mos janë vetëm për fushatën zgjedhore. Lobim për fushatë zgjedhore, për strategjinë e një fushate zgjedhore. Jo, se kishit vetëm për këtë ju. Jo, po kush e ka thënë këtë që s'është vetëm për këtë? Jo, po ngatrohesh me marrëveshjen e Lasivitas. Jo, po ngatrohesh ti sepse, domethënë, jo, është më e gjëra i lobimit, paktën në tekst të kemi lexuar. Nëse lobimi është më i gjerë, është çdo njeri në drejtën e tij, po një gjëra që vazhdon akoma. Atëherë lobim për vlerat demokratike të shtetit të drejtës. Shumë mirë, për këtë duhet loboj çdo njeri. Çdo shqiptar me një cent që kanë xhep duhet loboj me fjalën e tij për këtë gjë, sepse janë vlera që na mbështesin të gjithë dhe japin rezultat për gjithë ne. Jo më një forcë politike që bën shumë mirë që bën dhe shqyqyr që ka një forcë politike si PD-ja që lobon për vlerat e shtetit të drejtës, për vlerat e votës dhe demokracisë, shumë mirë që bën një gjë të tillë dhe ne s'duhet shqetësohemi. Dhe madje duhet motivohemi që ta vazhdojmë. Kemi pritshmëri, sigurisht pritshmëri kemi, thash, edhe nga evropianët se më ndërpreve, pse evropianët erdhën këtu, jo më ka dhe reagime nga CDU-ja gjermane, do ke dhe reagime nga tjerët. Ka një link aty që lidh interesa të sekteve caktuara, të Sorosit apo dikujt tjetër, po sigurisht që ka, që ata deformojnë qëndrime duke u larguar nga parimet, po më ka, sepse nuk është kaq brillante kjo Europa që ne e ndrojmë, e duam dhe vërtet vazhdojmë ta duam akoma. Kemi shpresa edhe ke Shtetet e Bashkuara, po më kemi shpresa edhe ke Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë madje për shkak të ndryshimeve që kanë ndodhur atje. Për shkak edhe daljes të vërtetave atje në mënyrë se e majta ekstreme, mundua, domethënë, drejtoi një nga shtetet më të fuqishme dhe të realizonte agjendat e saj përtej agjendave ekonomike që normali ka në fokus çdo qeverisje dhe është normale se është për të mirën e qytetarëve të saj. Agenda jo ekonomike, agenda karakteri social, goditjes familjes, goditjes thelbit të një shoqërisë, të gjinisë, të elementeve tjerë, të shkatrimit familjes, të shkatrimit edhe të pronës, edhe të luftës ndaj krimit organizuar, toleranca ndaj tij, bërja e tij partner në aksiomat dhe aksionet politike siç ka ndodhur në Shqipëri. Pra ishin këto ndryshime që ndodhen, nxorën këto të vërteta që ne na bëjnë optimist. Pse jo? Përderisa triumfojnë, pas ka një moment që e vërteta dhe vlerat triumfojnë. Dhe ky shembull është Amerika dhe jo më kot është Amerika dhe ne a kemi pritshmëri? Po kemi, se gjithmonë syt drejt saj i kemi pas. Tani në Partinë Demokratike çfarë po ndodh? Do të pritet vjeshta për një analizë se janë edhe pushime. Jo, vazhdon. Po jo, ju tani po vazhdoni vetëm me denoncim për azhësimin e votës. Po doni fakte. A ju thoni fakte, a doni fakte. Kur do bëni analizën brenda jush? Ky është shqetësimi kryesor. E di, ja kam thënë një gazetar, i thash shumë faleminderit, thash që shiko, nëse jeni ju të shqetësuar, harroje që janë të tjerët. Jo për ju, e thash për gazetarët. Po edhe në përgjithësi. Për gazetarët që nuk kanë lënë shpatë, thik, revole, pistolet, nuk kanë lënë armë pa përdorur, domethënë për të paraqitur një masht PD-s në konfliktualitet dhe tani kur të bëni analizën se jemi shumë shqetësuar për ju dhe i thash njëri, thash shumë faleminderit, thash më ke prek valla emocionalisht. Edhe u preka shumë, domethënë dhe them drejtën reflektova shumë, por përgjigjen ja dha shumë qartë. Po jemi në luftë. Madje e ftova hajde edhe ti në këtë luftë se lufta për votën nuk është luftë për tasmen. Jo, nuk është vetëm për PD-n, kjo është luftë që do bëhet për votën dhe do bëhet për gjithë shqiptarët. Analizën tonë do ta bëjmë kur vi momenti, mos mu shqetësoni. Po dakord, po ti e di që edhe mediat madje. Jo, ka edhe zëra që secili do mbaj përgjegjësinë. Mos nisemi nga zërat, flasim këto që kanë ndodhur. Zëra konkret. Jo ato që kërkojnë dorëheqjen e Sali Berishës. Po ç'lidhje ka zërat? Kush janë? Lut Basha? Po më thuaj zë fuqishëm. Po jo ta dhash kështu si njëri më afër historisë PD-s më. Ta dhash si emër kështu se s'kam asnjë gjë fare. Po fare. Dhe kam dëshmuar një gjë të tillë. Po atë gjoni, apo ata mediat, domethënë. Po përmend emra edhe pse kam emra. Mediat apo mediat me e di që s'do. Jo mediat me pull të kuqe, kur them pull të kuqe shumë të majta, po e përdor në formë ironike.
që sot shqetësohen dhe kanë në okelio të shkrimeve editorialeve të tyre vetëm këtë pjesë kur do largohet Sali Berisha dhe po e lidh me atë pyetjen tënde se edhe shkon edhe ti e ndikuar nga ato dhe nga opinionet tilla. Kjo është një domethënë spinim total për zhvendosur vëmendjen. Se çka gjithë 4 vite. Ka ndonjë episod që s'keni çfarë bëni edhe çfarë ka ndodhur se ti si protesta që u përplasët për shembull me gazetarët. Ajo ishte jo për të bërë qefin se kemi vite që njihemi edhe konsideroj në atë aspektin e njohjes time për gazetarin, nuk e kam të vogël profesioniste, jo për të bërë qefin dhe për të marrë me vete ty në opinionin tim në këtë rast. Po kthen komplimentin e jo fare. Fillim bisedës, bëj shaka. Jo më fare se nuk ta kam thënë sot, më duket se ta kam thënë koma përpara, thjesht po ta përsëris këtu dhe që të marrim më shumë bujë. E vërteta, domethënë e vërteta dhe fakti duhen për hapur dhe më thuaj ku do të dalësh. Du dal tek ajo pjesa si një profesioniste ti e di shumë mirë që domethënë për gjatë 4 viteve unë jam thirrur në studiot e shumë televizioneve dhe e di çfarë pyetjesh më kanë bërë, mu dhe kolegëve të mi, çfarë ndodh po do. Nuk gjykohem pyetjet. Priti herë. Jo, spinimi dhe orientimi i pyetjes gjykohet, jo pyetja në vetvete. Orientimi i pyetjes, çdo orientim pyetjesh ka një qëllim përtej pyetjes, që është qëllim më i madh se vetë pyetja. Dhe kush ka qenë? Çfarë bëhet në PD? Çfarë thot Lul Basha, çfarë thot Agron Shehaj dhe nuk u morën 4 vite, nuk jam thirrur një herë çfarë po ndodh me qeverisjen.